Kështu që Zotin këtë botë është i drejt me të gjithë. Si me shqiptarët, si me anglezët, si me amerikanët, si me këta trajonët që i kemë Balkan, s'po du mi përmenë. Krejt, është i drejt. Edhe e ke por, dili i ngro. Si muslimanët, si të krishterët, si hebrenjët, si ateistët, si agnostikët. Dili, do me thonë, gjithkon shkan. Hona, gjithkon shkan. Shiu, bora, krejt. Mirë po në botën tjetër, Zotë është i drejt me neve muslimanët. Jo. Botën tjetër, Zotë është i mëshirshëm. Bile jo i mëshirshëm, i gjithë mëshirshëm. Dhe ti, po e zomë, një të mire ke bo, dikujt ja ke ofru një gotë uj, tash nuk e ki shpërblimi me një gotë uj, po e ki 10 fishin, ose 70 fishin, ose 700 fishin e kësaj. Nëse ti ke qenë sinqert, edhe ke ndihmua një nevojtar, qoftë edhe me një euro, minimumi i shpërblimit është 700 fish. A është kjo drejtësi? Jo, kjo është mëshirë. Po ajo besimtari, a e ka bo një të mirë, e ka bo një të keqe, një të keqe. Besimtari ka mundësi edhe bon gabime gjonahe, mirë po është pendue, edhe qka, është pendu sinqerisht, edhe të këqijat i ka pasu me të mira, tek Zotit del pa mkate, pa gjonahe. Kjo nuk është që aje meriton, po kjo është mëshira e pa kufishme e Zotit që ka me robrit e ti, me besimtari. Pra, çdo vepër e jonë e mira në tokë është shumë fishi i veprës mirë që llogaritet në botën tjetër. Po, në këtë botë, shpërblimi është prej llojit të veprës. Po e zomë, te gëzën një nevojtar, një fukaro, e gëzën me pak. Shpërblimi në këtë botë është ty Zoti ka me të gëzua. Te ndihmon një motër nevojtare, apo një vëlla nevojtar. Zoti është në ndihmën tënde. Kur ti ki nevojë. Po. Zoti është në ndihmën tënde edhe kur je në krizën më të madhe, ki me pa ndihmën e Zotit. Po ti dikujt ja prish disponimin, ti e mërzit dikën e hidhron, ty Zoti ka me ta kthy këta. Ti mos mendoj që kemi jetu e lumtur. Se rregulli është, shpërblimi është prej llojit, prej sojt të veprës, po edhe ndëshkimi edhe dënimi është prej llojit të veprës. Këto do të me pas parasysh. Që thot populli jon, çka të mbjellësh, do ta korrësh. Nuk ka mundësi ti me mbjell grunë edhe me korr misër apo elb apo diçka të ngjashme. Hoq, i nderuam, po du me fol pak edhe te kjo pjesa e ndihmës që ndojmë nga pasuria jonë, sado që kemi për me ndihmu tjetrit. Shpesh thojmë, po nuk po kena as për veti, lemo për dikën tjetër. A na paksohet bereqetit, mira tona, financiare, nëse nga pjesa jonë ndojmë për dikën që është ma në krizë se so ana që jemi. Kjo është konceptet i gabuar me mendue se duke dhonë të paksohet. Këto vetëm njerëzit shkurt pams, vetëm njerëzit që nuk e njohin këtë matematike në islame, vetëm këta e shohin kështu. Ndërsa ne, si besimtar musliman, këto nuk e kemi vetëm si konsum për media me thonë kështu, po jemi të bindun, edhe atë bindje e kemi, du me thonë, në maksimum, nuk e kemi përqindjet vogël, që ajo që japim është ajo që ka ma e bereqeqme, ajo është me e mira, sepse njeriu që ka hanë e qapin, ajo shkon tretët, e që ka mbetet ajo që ka e jep. Por ata një ditë prej ditë është i dërguar i Zotit, e kishte therë një deri, a kishte sill një shok i tij dhurat, edhe kishte therë, i kishte thonë bashkëshortës e tij, gruas e tij, shpërndaj edhe për të afërmit edhe për fëmijët. Edhe ajo dardhon se gruaja e tij, kështu do të qenë edhe gratë tona, edhe gratë besimtare, e i shkuaj kishte shpërnda, si me thonë, 3 pjesë. E kishte lënë veç një pjesë për vetë edhe për Muhamedit alayhis salatu wasallam. Dhe kur erdhi në shtëpi Muhamedi, ajo kishte, domethënë, përgatitur, e kishte forguar, kishte përgatitur aty me lang xhelës e krejt, edhe kishte thonë pejgamberit, o i dërguari i Allahut, e kom shpërnda krejt, e për neve e kom lënë veç këta. I dërguari i Allahut tha, ato që ke shpërnda, ajo është për neve. A kjo që e ham, tha, kjo tretet, edhe nuk ka xhurmë për saj, nuk ka ne shpërblimit të madh. Po domethënë, ato që ke shpërnda, ajo mbetet, ajo është që me thonë investim kapital e ke deponu në depot e Zotit. Kështu që duhet me kuptue ndrysh. Nuk ka bereqet me qenë kopratës. Bereqeti është tek ata që jënë dërdhënës, tek ata që jënë humanitar, që ju themi njerëz altruist apo filantropist që e dojnë për të tjerët, ato që e dojnë për vete. Për ata dhe i dërguari Allahu thëtë nuk ka besuar për jush. Është fjala me besim të plot, asnjeri, deri sa të mos e doj për vllahun e tij ato që dën për vetvete.
Ato që e dëmë për vetë vete, duja edhe për të tjeret. Dhe ne nëse japim, kjo është koncepti që duhet kuptuar çdo njëri prej besimtarëve. Shtohet bereqeti. Se vetë fjala e zeka që kem obligim e dhon zekatin, vetë fjala e zeka, nëse e përkthejmë arabisht, i bjen e tahare. Zekati i bjen pastrim. I kujt? I pasunis. Po e zeka i bjen e numu, rritje, shtohet. E zeka i bjen el bereke, i bjen bereqet, që do të thëtë tu ke dhonë zekatin, që ki obligim një herë gjatë vitit, për ata që kanë mundësi materiale, ty të pastrohet, ty të shtohet, edhe tje bereqet zotin pasunin tane. Për ata, shumë të pasën venin tonë që nuk e japin zekatin, nuk po e shijojnë pasurinë, vetë po kanë probleme, trajtojnë të psikologë, psikiatrë, në psikiatrë, të hoxhallar të njore, kështë më radhë. Kur e shef, krejti ka të natë mire, po të të spendji, speshijaj po thëtë, të isha këthy një 30 vite mrapa, 40 vite, 50 vite, kur kom qenë një fshat malur, kom jetu, jam knaqët me bakti. Jam konë rahat. Po, jam konë rahat. Probleme me gra, probleme me fmi, probleme me ata punëdhënësa që jallon punën, e punëmarrësat, me punëtore, ku ta dione. Kreto është në rregull, po diçka veç pak ju mungon, kush bereqeti, se ata se japin zekatin. Se unë po e them këtë me dion tuajin, që në Kosovë, sikur shumica, s'po them krejt, të pasurit e kishin dhënë zekatin, e që dhe disa mundet me mri me miliona, këto, po e them, me bindjet plot që dvarfën më në Kosovë nuk ishin metë. A mo jo ti me dhonë zekatin që të bjen ty me dhonë nështë 250 euro në vetë, ose mu më bjen nështë 300-400-500 euro në vetë. Po flasë këta që kanë me miliona, nëse këta e dhonë zekatin, na nuk kemi mëre populli varfën, na shumë pak kemi të varfën, po pse shteti ende nuk është forcua dhe Ministria e Punës, Mirëqenie Sociale nuk po funksionon si duhet, edhe pse humanizmi nuk është në nivel sa duhet edhe si duhet, kem ende. Për ndryshe, një organizim, veç i besimtarë musliman, pa ministri hiq, veç këta ta japin zekatin, se cili, duke fillu prej aty në më të pasërë, e pastaj me ardhë të kjo shkalla shtresa e mesme, se këta të varfën ta nuk e kanë obligim, atëre jemi bindën, që nëse këta e praktikojmë për 5 vitet, ose 10 vitet e ashme, sinqerisht për e them, nuk do të gjesh të varfën mo, se nuk ka qashtë shumë të varfën. Mirë, po kërë e këqyrë ministria i trajtan me 100 euro rastet sociale, të pastë, të matë pastë që shumë pak japin, thët filani ka dhonë 100.000, 200.000, pas është mëra ja kur gjë 100.000, aja ka zekatin 2-3 milion me dhonë. Zekatin nuk ka vullnetare, zekati është obligativ. Shtoja kësaj, nëse të pasurit, edhe ne këtu hymë, e thonë e ti, japim edhe sadaka që i themi lëmosh. Lëmosha është vullnetare. Më nëshme dhonë edhe njërë, nëshme dhonë 10-100 sa dush. Bile Zotin, ma shumë e gëzën njeriu, kër e jep sadakan se sa zekati. Kështu ka thonë disa prej të parë, prej djetarë islamse, sepse ato e ki obligim, që shtet populli s'ki qare për edhan.